sikur se thamë dhe në fund të pjesës së parë, po vazhdojmë me temën e tretë, përfiton ekonomia jonë nga pjesëmarrja e Shqipërisë në bordin e paqes të Gazës 2 ditë më parë në mbledhjen themeluese. Zoti Gjokutaj, a krijojnë mundësi për përfshirjen e kompanive shqiptare të ndërtimit në projekte rindërtimi dhe projekte humanitare në Gaza? Ne dim që, si thua, fondi që po mblidhet është 17 miliard dollar, nuk është pak, apo është një ëndër e bukur e një mbrëmje shkurti? Atëherë, Shqipëria ka në valigjen e saj, të themi, të krediteve, një sinjal të mirë për investitorët, një në kuptimin që ulja pranë i bordi, natyrisht që tregon një partner serioz të Shtetet Bashkuara dhe kjo nuk është pak. Por nga ana tjetër, ky sinjal i mirë nuk është garanci, për arsye se garancit kërkohen në vendin ku neve po flasim, në Shqipëri. Dhe në këtë rast, teorikisht, neve kemi shanse. Por teoria tani, po tani me praktikën, si që përmenda në pjesën e parë, duhet një strategji për mënyrën e pjesëmarrjes në këto tendera. Do ketë tendera. Kompanit tona duhet të klasifikohen dhe të validohen apo të certifikohen. A janë kapacitetet të tilla në këto tendera ndërkombëtare, pasi të mos harrojmë aty do marrë pjesë gjithë bota dhe natyrisht kapacitetet nuk janë më si këto që merren nga buxheti dhe në ato forma që neve i diskutojmë shpesh me njëri tjetrin. Është konkurrencë e hapur te gjithë planetin. Për bizneset padyshim që ka shanse për të lidhur me kompani prestigjioze ndërkombëtare gjatë ciklit të tyre tashmë që kanë krijuar një përvojë dhe për të kuptuar që ndërtimi nuk është vetëm rezidenca, pallate, por është kjo ekonomia në fakt e ndërtimit, kjo e bie edhe potenciali më të madh, kjo bie e gjatësin dhe kjo bie dhe riciklimin. Dhe në një farë mënyrë kjo mund të hapë dhe dyert dypalse. Pasi nëse shikojmë, kryeministri ul aty me vende që ne nuk na lidh shpesh, si në kampionatin botror që të bie të luash jo me fqinjë, vend afrikan ose me vend Amerikës Latine. Mes do thosha që natyrisht duhen marrëveshje konkrete për t'i bërë efektive, por kjo mbetet si një potencial për atë valigjen, do thosha. Nga ana tjetër, indirekt kjo shërben për Shqipërinë edhe për një gjë tjetër. Edhe Kosovën natyrisht, se ulen tensionet, pra ndikon se duke ulur me Shtetet Bashkuara ke marrë një garanci nga superfuqia ushtarake dhe nga ana tjetër ndikon në tregje të cilat kanë të bëjnë me energjinë, që ne marrim çmet energjisë, pasi nuk klasifikojmë me aq risk dhe këto jepen në ato që na japin këto Moody, Fitzgerald apo Standard & Poor's. Po, agjencitë e vlerësimit. Por çfarë ndodh? Shqipëria aktualisht i ka këto tashmë, por ka një valigje dhe është duke parë. Nuk është faktor kyç të themi, apo faktor deri diku që këtu tashmë ngelet se si e gjithë kjo të përkthehet në atë që neve do dëshironim shumë të bëheshim një faktor që të përfitonim. Ju e përmendët kryeministri ul me vende që rrallë, domethënë mund të përfaqësues kuptohet, ose president ose kryeministra. Por në gjykimin tuaj, a është mundësia që të forcohen marrëdhëniet ekonomike me vendet partnere në bord me cilët ne kemi një interes të menjëhershëm, flas për Emiratet e Bashkuara Arabe, ne dim që ai 1 miliard euro do të financohet prej tyre në këtë projekt midis 3 shteteve, Italisë, Shqipërisë dhe Emirateve. Ka ndonjë mundësi që diplomacia ekonomike e jona aty të jetë efektive? Nëse nuk ndërtohen strategji të mirëfillta në kuptimin jo letra, por strategji me aktor të përcaktuar, me mënyrën e një task force në kuptimin e realizimit dhe e tillë që të ketë objektiva të realizueshme, jo dëshira të realizueshme, natyrisht që mundet ka shanse, pra sy janë ofruar disa mundësi. Shqipëria nuk është më ajo e para 10 viteve dhe kjo natyrisht është një potencial më shumë, por Shqipëria duhet jetë e atyre viteve që i shërbejnë iku koha, siç ka ikur për ekonominë e fuqisë lirë punëtore, konkurrencës me atë pozicionin tashmë, nëse firmat nuk do jenë të tilla që të ndërlidhen me atë çfarë ka ndërmend të bëhet aty, natyrisht që të gjitha këto shanse do të minimizohen ose do të humben fare dhe e gjitha kjo kemi humbur shanset më parë. Do të ngelet sukses diplomatik dhe kryesisht sukses personal i kryeministrit, i cili e mori atë që kërkonte, por neve na duhet fitimi ekonomik për qytetarën e zakonshëm, i cili na vjen tashmë pikërisht përmjet tyre eksporteve të shërbimeve dhe e gjitha kjo nëse do të arrihet përkthehet, njësoj si thamë për energjinë të ndërtojnë linjat e transmetimit të dhura për të na ardhur përfitueshmëria, të funksionojë sistemi financiar si duhet, i cili është në backstage, po në këto
lloj përcaktues në këto lloj marrëdhëniesh ka ndikim shumë të madh, duhet jetë në kohë reale, të ketë një kulturë më të madhe të formalizimit, pra detyrat pa bërë, të cilat natyrisht nuk mund të bëhen dot për shkak të botës, por ja ku dalin tani që ato që s'ke bërë të kthehen në probleme dhe pengesa dhe përtej asaj retorikës politike këto duhen në fund të ditës. Urojmë që ky vrapim me pengesa, sikurse edhe ju në mënyrë figurative e sapo e shprehet, të mund të na dalë pozitiv në radhë parë për interesat e gjithë qytetarëve tanë. Me lejen tuaj po kalojmë në temën e 4, reforma e re territoriale e vendit. Ana duhet, lutem regjis, është mbledhur një grup në nivel të politikës parlamentare, pra një grup i përbashkës me 2 partive kryesore parlamentare, zoti Gjurkutaj. Pse konsiderohet e nevojshme madje domosdoshme një reforme dytë territoriale pas ndarjes administrative dhe territoriale të vitit 2014, pra rreth 12 vitën përpara? Po mendoj që ndërsa reforma e parë më së shumti kishte qasje edhe politike, por dhe ekonomike, pasi u prezantua e tillë, tashmë kjo shtytje më të madhe ka për shkak të integrimit në BE dhe për shkak të presionit që BE-ja ose të themi presionit të mirë, pozitiv, që BE-ja i bën Shqipërisë për të krijuar të tillë njësi administrative që të përshtatet me atë, po e them anglisht, NATS, në atë lloj qasje dhe një strukturë më e madhe, më e gjerë për të krijuar atë kohezion, po të krijuar atë kohezion që kërkon situata. Natyrisht 61 bashkitë e 2014-s të vim në një analizë krijuan decentralizim, por ky decentralizim tashmë rezulton formal. Formal në kuptimin, jo kuptimit ligjor, por formal që nuk ka arritur dot ato objektiva. Si shërbente më mirë qytetarëve. Që bëjmë një farë analize anatomike. Dhe ju lutem se Altax është dalluar për projekte shumë të mira dhe studime për këtë. Qarqe të ngelen pa fuqi. Dhe kjo reflektohet tashmë në atë se ato çfarë bëjnë për ditë nuk janë ato çfarë qytetarët pritnin apo ato çfarë ekonomia rajonale priste. Pra, kemi decentralizim de jure, por de facto e kemi të tillë që ka ngelur në një presion patronazhim politik, kjo edhe për shkaqe të fajeve të politikës, jo defekte, por fajeve, që nga i bojkoti i cili i dha një mundësi jo pozitive demokracisë autonomisë vendore dhe nga ana tjetër, në këtë mes tashmë këto rajone kërkohen në këtë formë, qoftë për shkak të dështimit të pa deklaruar, por duhet pranuar që dështoja ajo lloj, pra siç pranojnë vendet me demokraci të shëndoshë dhe të fortë, tentuam të bënim diçka. E kanë kurajë, nuk na ecë. Nuk kemi dhe duhet të ringrihemi nga hiri i kësaj që po tashmë është krijuar. Dhe në këtë mënyrë do thosha që duhet tashmë një decentralizim i vërtet, ai që njerëzit se kanë parë ende, me atë rrezik të shmangur jo të një centralizimi të ri, pra kalojmë nga shiu në breshër, pasi ndoshta do ta themi pak më vonë. Po sigurisht, ka edhe lëvizjes për së prapti. E gjitha kjo tashmë duhen rajone funksionale, jo vetëm thjesht për fondet e BE-s, por duhen për të na vënë në efektivizim ato lloj resurses që sado të doj qeverisja qendrore, ministrit kanë tjetër rol, nuk ka rinj të realizojë. As edhe një bashkie janë ndjer komode pa pasur pothuajse atë presion të shëndosh nga bashkitë. Kur them presion të shëndosh, tu veni me projektet e dora, tu veni me seriozitet, me kapacitet, edhe pse na konsideroni topi ngelet qarkullon për fushë dhe gola nuk shikojmë në këtë. Por në fundit kur ti merr përsipër të drejtosh një njësi lokale bashki, natyrisht që e merr me të mirat dhe të këqijat e veta. Në moment që ti shikon asaj vetëm përfitueshmërinë dhe nuk shikon që asnjë mund që të realizosh një projekt për qytetarët. Përtej asaj çfarë është defekt patronazhimi, ata patronazhistë që ata nivele që ke duhet të arrish ti forcosh. Pra, do puna e bashkisë, nuk është punë si në një institucion qendror që është më komode, është më strukturuar. Kjo është konkrete, është me qytetarin. Pak a shumë tashmë e konsideruar djerë, e cila do ripunuar, do pleruar. Po e marr në këtë shembull në kuptimin që t'u japim atë lloj qasje ju falenderit edhe për qarqeve bujqësore. Në këtë tokë djerë të pushtetit vendor, në gjykimin tuaj, ndarja e vendit në 3 rajone të mëdha, dhe ju i përmendet është një presion pozitiv i Brukselit. Çfarë do të sjellë, çfarë do të pjell, nëse ndahen zhvillim ekonomik, efektivitet administrativ apo decentralizim më të fortë, apo të treja së bashku? Atëherë bashkitë humbasin disa kompetenca të mëdha që kishin deri tani. Jo se i kanë shfrytzuar 100%, por kanë ato projektet e infrastrukturave të mëdha rajonale. Dhe natyrisht këto do të centralizohen
me rajonet e mëdha. me rajonet e mëdha që konsiderohen, siç u argumentua, kjo është e ngjashme, por në një nivel më të zhvilluar si qasje teorike, që duke qenë më të mëdhenj, do arrin të administrojë më mirë dhe natyrisht kjo është dhe një filozofi politike e vetë kryeministrit, i cili synon pikërisht të krijojë ministri të mëdha për të shmangur burokracitë, synon të krijojë shmangjen e asaj çfarë ndodh për ditë, por natyrisht tashmë kalojmë në atë rrezikun që mund të ndodhi një centralizim më i kontrolluar, pasi Tirana mund të arrijë të kontrollojë më lehtë këto 3 mega rajone dhe natyrisht e gjitha kjo mund të kaloj nga ajo çfarë duam të vëmë vetulla në nxjerrim syt, pasi duhet të kuptojmë një gjë që në vitet e para, të paktën 4 vitet e para, kjo do prodhoi në një farë mënyrë dhe kaos dhe problematika, se sa të përshtaten administrata, sa të hyn në lojë, sa të fillojnë, nuk janë kaq kollaj dhe ne e pam të në përvojën e parë të reformës administrative territoriale, por nga ana tjetër, edhe fondet nuk janë kaq në dispozicion sa të presin këtë lloj ngritje të një administrate të ristrukturuar. A ka lidhje kjo ndarje re territoriale? Ju e thatë që është edhe presioni pozitiv i Brukselit dhe me siguri e ka me procesin e integrimit dhe përthithjen e fondeve të BE-s, apo këto fonde të kohezionit që janë të konsiderueshme të BE-s do të ngelen ende si ai mirazhi i ujit, pusit të ujit në një shkretir. Menaxhimi i fondeve në aspektin teorik dhe potencial është i mundshëm për më shumë fonde për autostrada, ato që vinë të themi si ngjashmëri me fondin e rritjes apo fondet të ngjashme, për energji, për një turizëm më të madh. Por tashmë me çfarë do të përballen këto lloj orekses, të themi, politiko-ekonomike të rajonet mëdha? Me një nivel të tillë transparence të munguar. Transparenca është në përkeqësim jo në as në gjendjen e njëjtë, dhe ne këtë masim tashmë edhe në rolin që luajmë në vëzhgimin e transparencës së buxheteve vendore dhe buxhetet qendror pa diskutim, por nga ana tjetër një korrupsioni që në vetvete nuk është fituar si betejë, dhe kjo është thënë jo më larg se sa para disa ditësh edhe nga raporti i Transparency International. I Transparency International, po dhe ministrat e jashtëm të cilat u mblodhen të Komunitetit Evropian e deklaruan që rreziku më i madh i Shqipërisë tashmë ngelet korrupsioni. Është një draft raporti publikuar, i cili ne analizojmë atë pjesën na intereson këndvështrimin ekonomik dhe nxorëm të konkluzione që ne i kemi thënë vazhdimisht, ekonomia e tillë që ka informalitetin, pjesa e korrupsionit dhe pjesa e mënyrës se si është e fragmentuar. Pra të gjitha këto janë realitete të cilat në vetvete se u krijua një strukturë e re, nuk do të thotë se do të krijojë një mega, të themi, qeverisje më të mirë. Por nga ana tjetër, në këtë mes unë shikoj si risk edhe rrezikun e një patronazhimi më të fortë, dhe kjo ka prishur punë edhe deri më sot, edhe pse kjo justifikohet me qasjen që nuk kanë potenciale dhe kapacitete bashkit, por në vetvete autonomia vendore kur thuhet duhet të respektuar, dhe në këtë mes kjo ngelet për të parë, edhe pse duhet vëzhguar nga afër që nëse përmirësojnë këto element, pra transparenca, nëse korrupsioni nuk ka vërtet tregus reale dhe të tillë që të mos ketë ndikime si këto të fundit, natyrisht që do jetë shumë e vështirë të bëhet ajo që lidhet me BE-n. Shpresoni se kjo reformë e dytë e riorganizimit le temi të qarqeve tona që ju e thatë me drejt dështuan për fat të keq në realizimin e misionit të tyre, mund të ndikojë në përmirësimin e shërbimeve publike për qytetarët, se tek e fundit pushteti vendor, pavarësisht niveli i para apo i dytë i tij, aty është i gjithi. Atëherë shërbimet lidhen me ekonominë rajonale, qofse në momentin që ato nuk marrin të ardhurat e duhura dhe mbajnë ende me lëmoshat e buxhetit, unë do të quaj lëmosha transfertet, pasi nuk është parashikuar që transfertat e pakushtzuara lëmoshat të jetë fondi kryesor në financimin e pushtetit vendor. Ai duhet të ishte fond plotësues. Ndërkohë do të nxjerrin të ardhurat e veta dhe nga ana tjetër të shikonin mënyrën se si do të shfrytëzonin me efektivitet burimet dhe jo deri në 70% të fondeve në bashkitë e vogla të përdoren për administrate, për ca shpenzime që nuk i shërben komunitetit. Pra ka të bëjë me koston e përgjithshme të administrimit. Nga ana tjetër, si mendohet që këto rajone të zhvillohen ekonomikisht? Atëherë veriu mendohet që të ketë si deri më sot burimet energjetike, pra energjinë dhe minierat. Profilizimi. Në fakt, ne me minierat në gjykimin tonë nuk kemi më ato lloj potencialesh të trashëgora, pasi janë humbur një pjesë e mirë e atyre dhe nuk po aktivizohen dot, edhe pse ka dëshirat më të mëdha, por natyrisht dëshirat janë
dëshira. Ashtu është Jana tjetër, konjunktura e tregut qendra e cila ngelet siç është në emërtim një niveli i tillë që duhet të bazuar te shërbimet, te teknologjia e informacionit, por edhe te pjesët që kanë të bëjnë me mënyrën e ndërlidhjes së turizmit me jugun dhe bujqësinë. Këto janë 3 rajonet tona, duke pasur probleme të thella në aspektin e vjeljes së të ardhrave, duke pasur probleme të thella në kulturën e administrimit, pasi këto vite nuk kanë shërbyer për të forcuar kulturën e bashkive. Madje i kanë bërë më luajal ndaj partisë në pushtet apo partisë në ato 5-6 bashki që ka opozita. Këshillat bashkiake janë pothuajse de jure dhe as pak de facto, ndërkohë që ata duhet ishin qeverisja e shëndetshme e ndërlidhjes së problemet të komunitetit për ato çfarë kërkojnë. Parlamenti mirëfillt vendor. Nga ana tjetër, demografia nuk e favorizon shërbimet të mira, pasi ikja e fëmijëve, moshat e mëdha natyrisht duke u mbyllur njësitë caktuara shërbime, shkolla apo qendra shëndetësore apo të tjera. Gjithnjë më të kufizuar. Këto nuk krijojnë premisa për të ardhmen të jenë diçka që do e efektivizojnë. Nga ana tjetër, polarizimi i ekonomisë tashmë kjo që kemi rreth Tiranës nuk mund të shpërndajë dot kaq kollaj. Pra ky migrim i brendshëm i popullsisë dhe në momentin kur s'ka njerëz, kuptohet që ata që ngelen do përfitojnë atë që të mundin. Me lejen tuaj po kalojmë në temën e 5 të fundit, 5 minutat e fundit kemi në dispozicion. Lutem regjist SEPA, sa po fitojmë që nga tetori 2025. Më lejoni lutem të sjell një eksperiencë personale nga tetori, domethënë për fëmijët nga që studiojnë kanë fituar bursë për shpenzimet për të qëndruar atje jashtë vendit në një vend të Bashkimit Evropian, më përpara për të dërguar 500 euro paguaja 13 herë më shumë. Dhe madje transferta vonoj edhe me ditë. Tani e shikoj që paguaj shumë më pak, 13 herë më pak si kosto dhe parat shkojnë shumë shpejt. Natyrisht që e gjitha kjo neve e morëm vesh që nga 6 tetori 2025-ës që jemi pjesë e SEPA-s. Po njësoj si që jemi pjesë e organizatave të tjera apo organizmave që nuk kanë të bëjmë me tregun financiar, por kanë të bëjmë me pjesë integrimesh ekonomike apo politike, nuk besoj nga ato çfarë ne na vinë si reklamime apo si dhe momente që kjo të jetë bërë efektive dhe unike në zbatueshmëri, pasi një nevojë e dytë e Bankës së Shqipërisë, e qeverisë me bankat, të cilat janë pikërisht transmetuese dhe zbatuese të politikës që po themi, pra politikës që ndihet, duhet të bëhet për të kuptuar se duhet trajtuar ashtu siç merret e mirëqen dhe jo të vendosen, ka shumë raste që vendosen kushtëzime për qoftë për mungesë kulture të individëve apo të kompanive që duan t'i bëjnë këto transferime, qoftë për problemet që mund të kenë në kuadrin e zhvillimit të aktivitetit tyre dhe në një farë mënyre ne vërtet e kemi, aty e ke pse nuk e përdor, por në fakt nuk e përdorin dot se dalin këto pengesat e brendshme që nga sa duket ose janë marrë konsiderat ose bankat tona të cilat janë banka që janë shumë të kujdesshme në atë zbatueshmëri, duhet të jenë më elastike dhe ndoshta kush është shpresa tani, hyrje këtyre 3 bankave, nëse do kemi vërtet një hapje të oligopolit bankar, hyrje këtyre 3 bankave mbase 2 nga këto, se njëra është Bankë Zhvillimi. Banka Zhvillimi. Do arrin ta bëjnë më konkurrues sistemin, ta bëjnë më elastik dhe unë do shtroja këtu në këtë mes, ne vërtet deri diku e kemi të lehtësuar tarifimin e transaksioneve jashtë, por ne kemi shumë të shtenguar dhe shumë të shtrenjtë tarifimin brenda dhe kjo është një paradoks që unë nuk arri dot që ta përcjell dhe ta gëlltit si konsumator shqiptar, si mundet këto tarifa shërbimi të justifikuara, si justifikon secili që aty të autoriteti regulator kërkon t'i miratoj apo kërkon t'i argumentoj, por në fakt për shqiptarët janë kosto shumë të larta, aq më tepër të mos harrojmë që rrisjet në një pjesë të madhe të atyre që kërkojnë kredi nuk janë më si më përpara, pasi borxhi i keq ka arritur nivele rekord pozitive, ka vajt nivelet të 3% që e kanë në vendet shumë të zhvilluara, kur ti ke këtë nivel borxhi, pra tregon që e ke mbledhur apo e ke fshirë regjistra në mënyrë suksesshme, kur ke një ndërgjegjësim më të lartë, kur ke një ekonomi do ta zhvillosh dhe po kërkon të paguaj pasi po merr më shumë të ardhur një pjesë e mirë, atëherë duhet liruar dhe tarifat e shërbimit janë thembra e akilit,
për të folur për tarifat e jashtme. Pyetja e fundit për këtë temë të fundit, zoti Gjokutaj, në gjykimin tuaj, për shkak të tarifave më të ulta, pra të kostos më të ulët të dërgimit të parave, a kemi në një rritje të lehtë të remitancave dhe ky antarësim në SEPA, a ka lidhje edhe me besimin e investuesve të huaj, sepse kuptohet ata, sidomos ne kemi investuesit kryesor të huaj, shumica dërmuese nga vendet e Bashkimit Evropian, pra nga të rrjetit SEPA, a e ka rritur besimin e tyre? Besimi do një periudhë graduale, nuk mund të vi dot me një vendim më së shumti politik dhe s'vjen pranvera me një. Por do thosha që edhe remitancat në logjikën e tyre apo flukset valutore që vijnë nga jashtë, natyrisht e shohin me vëmendje pjesën e tarifës së shërbimit, por ato bazohen mbi nevojat e atyre nga i adresojnë, pra familjeve apo individve. Pra, më së shumti këto ndikojnë, por ndikimet janë të tilla që duhen parë në praktikë dhe jo me ato llogaritë teorike të cilat bazohen mbi një a priori volumi, dhe duke na dhënë të kuptojmë që për shembull është dhënë një qasje për uljen e cost of business nga 30 deri 50%. Është një ulje e guximshme, do thosha, nuk e di nga ka dalë si llogaritë, se ne nuk kemi bërë llogaritje për hatër të asaj që duam ta shikojmë një herë si do ndodhi. Duket shumë ulje e eksagjeruar. Nuk mund të bëjmë llogaritje a priori, dhe nga ana tjetër konkurrueshmëria është rritur pak, pasi presupozoi ulje kostos, rrit konkurrueshmërinë për arsye se nuk mjafton ky faktor i zbatuar jo në mënyrë të plotë sipas një gjykimi parapraktonit, pasi duhen shumë elementë të brendshëm që kanë të bëjnë me mënyrën e demokratizimit të ekonomisë, pasi ekonomia ka tendenca të theksuara, klienteliste, dhe kjo duket në aspektin e korrupsionit të rritur në perceptim. Ka një qasje të ngushtimit të bazës, jo të zgjerimit të bazës saj, që do të thotë një mospërfshirje të gjithë elementëve të saj për ta bërë ekonominë më konkurruese. Dhe nga ana tjetër, produktiviteti nuk është rritur pse janë rritur pagat në sektorin privat, për arsyeën e thjeshtë se vjen si pasojë e investimeve në një anë, vjen si pasojë e kualifikimit të punojësve në anën e dytë, dhe në anën e tretë vjen si pasojë e rritjes së eksporteve. Aty provohet se sa konkurruesi e tij në këtë ekonomi që po ndryshon, ku po çan nëpër tregje. Të gjitha këto janë përpjekje, janë ende dëshira që materializohen pjesë, por nëse nuk harmonizohen së bashku dhe nëse nuk bëhen gjërat të ndjera dhe jo me të thënë, natyrisht ne do jemi në nivelet që ishim vjet pak më mirë. Zoti Gjokutaj, faleminderit që ishit me ne sot në Bullet Point. Faleminderit juve. Të nderuar teleshikues, ju faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim takimet e ardhshme.